Gjë tjetër, apo kthehet mes dheu dhe Ballkani në një tokë të premtuar për kapitalin që ikën dhe largohet me shpejtësi drite nga zonat e luftës, ndërsa dielli ndriçon mbi kantierët e pafundme të ndërtimit në Tiranë, në sipërfaqe po zihen një ankthiri ekzistencial. Një pyetje që nuk guxohet të thuhet me zë të lartë nëpër studiot e Tiranës. Kush po e ble atë dheun ton? Në epokën e konflikteve globale, pasuria e paluajtshme nuk është thjesht një biznes, ju duhet ta kuptoni këtë. Është më shumë se aq, është gjeopolitik, është territor. Ish agenti i CIA John Kiriakou ka hedhur dritë mbi një fenomen që po ndodh pikërisht tani. Investitorë dhe individ nga Izraeli po blejnë në masë prona në Shqipëri, në Greqi dhe në Qipro, si një plan rezervë gjeografik në rast të një përshkallëzimi të luftës në lindjen e mesme. Të paktën kjo ka qenë deklarata e ish agentit CIA-s që qarkullon gjithandej. Në këtë investigim që do të bëjmë tani shpejt e shpejt, do të zbardhim errësirën mbi këtë emocion gjeopolitik. Do të analizojmë frikën e vërtet të qytetarit thjesht, i cili e sheh veten spektator të huaj në qytetin e tij, i pafuqishëm për të blerë shtëpi, ndërsa vendi i tij shndërrohet në një safe zone, zonë e sigurt për kapitalin global. Qëndroni me mua sepse do të zbulojmë hap pas hapi se si kjo frikë është duke u përdorur si monedhë shkëmbimi në tregun e pushtetit dhe çfarë është duke ndodhur realisht në prapaskenë. Këtu ka një emocion të lartë gjeopolitik, ku shtëpia jote e bukur bëhet luksi i të huajt. Ekonomia ka shifra, por gjeopolitika ka emocione. Dhe emocioni më i fortë sot është frika nga shpronësimi i heshtur. Në Tiranë, çmimet kalojnë 3.000-4.000 euro për metër katror, dhe këto çmime kanë krijuar një ndarje të egër sociale. Ka dhe 2.000 sigurisht. Për një familje shqiptare që jeton me paga lokale, blerja e një banese është kthyer në një mision të pamundur. Ndjesia që krijohet në atë moment është ndjesia një dëbimi ekonomik. Vendi im po ndërtohet, po jo për mua. Kur një qytetar sheh se nuk ka ngjasa që të blej te komplekset që popullojnë qytetin e tij, asnjë apartament luksoz që blihen me para në dorë nga njerëz të cilët nuk flasin gjuhën e tyre, tregu i lirë pushon së qeni thjesht ekonomi. Ai shndërrohet në një kërcënim identitar. Frika se mos mbetemi sklever me qera në tokën tonë është motori që gjeneron dhe prodhon debatin dhe frikën legjitime të sot. Dhe këtu ka një rol kasta anti-shqiptar, të cilët kërkojnë imunitet ndërkombëtar nëpërmjet betonit. Pyetja e madhe gjeopolitike zhvendoset tek pushteti. Pse qeveria dhe kasta politike e Tiranës lejojnë një treg kaq të rregulluar nga paraja e jashtme dhe ajo para e pisët e padeklaruar, duke injoruar vuajtjen dhe pamundësinë e qytetarëve të tyre? Përgjigja fshihet pas konceptit të imunitetit gjeopolitik. Duke e kthyer Shqipërinë në një oazë të hapur për kapitalin ndërkombëtar, hajdutët e Tiranës, qofshin ata pra investitor, europian, arab, izraelit, rus, çfarë do të jesh, kasta politike e Tiranës tenton të blej legjitimitet jashtë vendit. John Kiriakou dhe sindroma e planit rezerv, kjo na çon direkt edhe një herë tek deklarata bombe ish agentit CIA-s John Kiriakou. Ai nuk foli thjesht për transaksione, por për një strategji mbijetese. Sipas Kiriakos, konflikti i tej zgjatur në lindjen e mesme, pasiguria e krijuar pas luftës në Gaza dhe kërcënimet rajonale kanë krijuar një val të re të largimit të kapitalit dhe të njerëzve nga Izraeli. Dhe kjo është e provuar tash. Por le ta analizojmë me ftohtësi gjeopolitike këtë deklaratë të tij. Deklarata e Kiriakos është një opinion i bazuar mbi inteligjencën e tregjeve. Sigurisht, jo deklarata e një zyrtari të një operacioni shtetëror sekret. Kur njerëzit shohin se vende me fuqi të mëdha financiare po krijojnë një plan rezervë për tokën e tyre, sigurisht instinkti i parë është vetëm mbrojtja. Dhe këtu lind pyetja:
A është Shqipëria dhe Greqia bashkë me Kipron plani rezervë i izraelitëve, të cilët duan një adet të dytë rezervë në rast se bëhet situata pisk në Palestinë dhe në Izrael? Shohim pak Kipron. Trauma historike në Kipro takon be biznesin. Në këtë ishull të ndarë nga traumat e historisë, kemi rastin e fshatit të braktisur Trozena, i cili u kthye në një skandal kombëtar. Një investitor izraelito-hungarez bleu 70% të pronave të fshatit për një resort turistik atje. Në dritën e tensioneve gjeopolitike, rrjetet sociale sigurisht shpërthyen me njëherë. Po blehet Kipro, po na blen ishullin. Eurodeputeti grek i Kipros doli publikisht duke alarmuar për ndryshimet nda demografike, edhe pse autoritetet lokale sqaruan se hyrja në fshat dhe në kish ishte krejtësisht e lirë, dhe se blerjet ishin thjesht transaksione private mes individëve. Se ndodh kjo, çdo blerës i huaj atje shihet si një ushtar i heshtur për një ndryshim demografik. Por këtë ndryshim ne sot po e shohim realisht në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Unë ju kam treguar kohë më parë për planin e Izraelit për të rrethuar bazat ushtarake turke në Kipro, që është Kipro në pjesën që ka kaluar në anën e Turqisë, blerja e pronave nga qytetarë izraelit, të cilët janë me një plan konkret atje. Në tregun e sotëm, investimi privat nuk vlerësohet vetëm me parat që sjell, por me pasaportën që mban. Shqipëria po shitet dhe po zbrazet. Shqipëria po përballet me një shpopullim masiv të të rive dhe të reve të saj. Dhe ndërsa vendi po zbrazet nga gjaku i vet, ai po mbushet me kapital të huaj. Tokat, apartamentet dhe vijat bregdetare po ndryshojnë pronësi në dritën e diellit. Ekspertët e think tankeve gren alarmin se ky është zëvendësim ekonomik dhe po krijon një bombë sociale me minë me sahat. Kur qytetarët shqiptarë nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi në vendin e tyre, për shkak të çmimeve të fryera nga paraja globale, qofshin këta rus, ukrainas, arab, izraelit, apo çfarë do qofshin, krijohet thyrja e besimit tek shteti. Emocioni gjeopolitik këtu kthehet në një pyetje therse që kërkon përgjigje. Për kë e kemi këtë vend, nëse fëmijët tanë nuk jetojnë dot as nuk blen dot prona këtu? I kujt është ky vend, ky ade dhe kujt i përket Shqipëria? Tani të shkojmë tek e vërteta që është larg frikës konspiracioniste dhe brenda logjikës së tregut të egër të shkëmbimit të pasurive dhe të kapitaleve. A ka një plan sekret për zhvendosje masive apo për pushtim ekonomik? Na lejohet ne që ta shohim këtë thjesht kështu me këmbët në legend me ujë të ftohtë. Dhe themi shiko se këtu nuk ka si problem madh, se po vinë kapitalet, po ikin kapitalet, siç dalin këta skifterat e rilindjes dhe flasin nëpër televizione, to janë lëvizje normale, popujsh kanë kanë ardhur, popujt lëvizin, shkojnë, vinë për të minimizuar planin e shkatërimit total dhe të zhbërjes së vendit, zhbërjes Shqipërisë dhe boshatisjes prej banorëve vendas. Shohim pak në pamje të parë, a ka një plan apo s'ka një plan të Izraelit për të ardhur këtu, dhe ta zhveshim, ta studiojmë pjesën e konspiracionit me pjesën e realitetit, me pjesën e kapitalizmit, me pjesën që po ndodh këtu. Këtu duhet kuptojmë një pikë shumë të rëndësishme. Për popullin hebre, për izraelitët, prania në Izrael nuk është zgjedhje gjeografike, por është urdhëresë absolute fetare teologjike. Sipas tekstit të tyre të shenjtë, sipas Torës, atyre u është premtuar dhe njihet si toka e Izraelit për ata, ku lidhet çdo profeci i rit dhe tempulli i tyre historik. Ky koncept fetar i rikthimit nuk mund të transferohet në asnjë vend tjetër të botës. As në Shqipëri, as në Ballkan, hebrejt nuk kanë asnjë lloj lidhje profetike, as një tekst të shenjtë
që t'i urdhëroj ata të vendosen në Shqipëri dhe asnjë histori teologjike. Përredhoj, ardhja e tyre në Shqipëri nuk ka dhe as mund të ketë në asnjë formë të vetën agjendë fetare. Nuk ka pretendim fetar. Por, kur shohim blerjen masive të pronave në Shqipëri apo në Qipro, ne nuk duhet t'i shohim ato si një atë rezervë për izraelitët, sepse izraelitëve nuk u ka munguar ndonjëherë oferta për të pas atë rezervë. I kanë thënë të shkojnë në Kanada, në Australi, në New Zealand, në Afrikë, ku do në botë i është dhënë mundësia për atë rezervë. A mundet të krijojnë këtu prona të reja për të krijuar xhepa qetësie në momente të caktuara kur kriza rritet atje? Hajde ta studiojmë kjo po. Hebrejt janë 14-15 milionë në të gjithë botën. Janë në Amerikë, janë në Kanada, janë në Europë, janë kontrollojnë banka, biznese, ato që i dini ju të gjitha. Pra, frika për një zhvendosje masive është paradoksale, sepse nuk ka mundësi praktikisht që të ketë një plan sekret, do zbrazim Izraelin edhe do shkojmë Kenja dhe do bëjmë një Izrael të dytë në Shqipëri dhe në Qipër. Në këtë term, në këtë kuptim, nuk ekziston diçka e tillë. Argumenti real gjeopolitik dhe ekonomik është krijimi i satelitëve strategjik ekonomik. Çfarë do të thotë kjo? Kapitali i Izraelit po kërkon të ndërtoj ishuj të fuqishëm financiar, logjistik dhe turistik jashtë kufive të vetë të nxehtë, përmes resorteve, hoteleve dhe zonave të mbyllura rezidenciale. Ata duan të shtrinë ndikimin e tyre gjeoekonomik, sigurojnë porte të sigurta për rrotullimin e kapitalit dhe krijojnë satelit xhepa biznesi dhe ekonomie që qytetarët e tyre mund të operojnë me lehtësi në mesdhe. Pra, Izraeli po projekton rritjen e numrit të satelitëve dhe të influencës ekonomike dhe politike në Ballkan dhe në mesdhe për të patur lehtësi operacionale. Nuk ekziston një plan për zhvendosjen e popullatës. Nuk është një plan, nuk ekziston një plan për transferimin e Izraelit këtu. Ekziston një plan për zbrazjen e Shqipërisë dhe boshatisjen e saj. Po, këtu në Shqipëri, cili është i padeklaruar. Dhe prova është që ky popull po zhduket çdo ditë dhe pjesa më e madhe e fshatrave të Shqipërisë janë tërësisht boshatisura sot. Dhe fshati është ADN-ja, është shtylla kurrizore e një kombi. Pra, fakti që nuk ka ekziston një plan për të ardhur gjithë Izraeli këtu, kjo nuk e bën situatën më pak të rrezikshme për ne. Realiteti është se kasta politike në Tiranë po përfiton nga ardhja e këtij fluksi për të blerë imunitet ndërkombëtar dhe stabilitet artificial. Tregu i lirë funksionon pa rregulla, pa filtra për paranë e zezë. Qytetari shqiptar është i përjashtuar nga e drejta bazë për të ble pronë në tokën e vet, në dhëun e tij. Kjo është ajo që po ndodh. Dhe këtu është rreziku i madh. Për ta ndarë të vërtetën nga arena, kufiri mes frikës reale dhe spekulimit është pikërisht ky. Çorientimin e tregut pronave. Realiteti po mbetemi pa shtëpi në vendin tonë. 2.000 deri në 4.000 euro metri katror në Tiranë i apartamentit nuk rritet për shkak të pagave tona, por sepse tregu është i hapur për kapitalin global dhe për paranë e zezët, për parat e zezë të kokainës dhe drogës. Zëvendësimi i pronësisë është fakt. Të huajt, qofshin rus, ukrainas, arab, izraelit apo çfarë do qofshin, po blejnë pronat tek shqiptarët. Pronat që shqiptarët nuk i blejnë dot. Vendi po shpopullohet dhe kjo krijon një zbrasi reale identitare dhe një rrezik ekzistencial për Shqipërinë. Nga ana tjetër, pushtimet bëhen politike, ekonomike dhe në kontrollin e aseteve. Po ta zhveshim këtë situatë nga retorika e ditës dhe ta shohim me lentën e ftohtë të mbijetesës kombëtare, zgjidhja nuk vjen nga ankesat, por nga presioni strukturor dhe reagimi pragmatist, kur tregu dhe popullata lëvizin në mënyrë asimetrike, kur vendasit largohen
dhe vjen kapitali i huaj, duhet i kërkohet shtetit urgjentisht çfarë do të bëj për ta ndalur këtë. Duhet një plan veprimi i qartë. Çfarë duhet bëj shteti jon përmes masave urgjente rregullatore? Nëse një shtet dëshiron ta mbrojë sovranitetin e tij demografik dhe ekonomik, ai nuk ka nevojë të shpikë rrotën e kuq. Mjafton të aplikojë modelet që përdorin vendet europiane për të mbrojtur qytetarët e tyre nga përpirja dhe shkrirja dhe tretja e identitetit të tyre në tregjet globale. Pika e parë është taksimi i rrept i pronave bosh për të luftuar spekulimin. Nëse një i huaj apo një investitor blen 10 apartamente në Tiranë apo në Bregdet dhe i mban ato të mbyllura thjesht për të ruajtur vlerën e paras, shteti duhet vendos urgjentisht taksa të larta penalizuese për pronat e pabanuara. Dhe kjo siç bëhet në shumë metropole europiane. Kjo nxjerr pronat në treg dhe zbritja e pronave në treg e ul çmimin e pronave në treg. Pika e dytë është kufizimi i blerjes së tokës dhe i pronave nga shtetasit jashtë Bashkimit Evropian. Shumë vende të zhvilluara si Kanadaja, Zelanda e Re kanë ndaluar ose kufizuar blerjen e pasurive të paluajtshme. Personat që nuk kanë rezidencë të përhershme ose shtetësi. Shqipëria duhet vendos kuota dhe filtra të rrept për kapitalin që vjen nga jashtë hapësirës europiane, sepse kjo do të na hidhte në erë. Pika e tretë është vettingu i vërtetë i origjinës kapitalit në ndërtim. Ndërtimi nuk mund të jetë një lavatriçe e hapur parash siç po ndodh sot në Shqipëri. Çdo transakcion, çdo investim në kulla apo rezorte duhet kalojë nëpër filtra të rrept pastrimit të parave. Kur parandalohet hyrja e parave pa deklaruar, qoftë vendase, qoftë e kapitalit huaj, fluska e çmimeve të apartamenteve shpërthen dhe tregu i imobilar i rikthehet normalitetit. Pika e katërt janë politikat agresive të strehimit social për të rinjt. Shteti duhet ndërtojë ose të subvencionojë skema të fuqishme strehimi për çiftet e reja vendase, duke u garantuar kredi me interes 0% ose apartamente shtetërore me qirafa të gjatë dhe të lirë, në mënyrë që kapitali i vendas të konkurojë me kapitalin e huaj. Çdo qytetar duhet ndërgjegjësojë njëri tjetrin përballë një kaste politike që shpesh udhëhiqet nga interesi afatshkurtër i pushtetit dhe imunitetit ndërkombëtar. Pesha e reagimit bie mbi shoqërinë civile dhe mbi individët shqiptar. Detyra e parë madhore e çdo shqiptari sot është refuzimi i apatisë dhe bojkotimi i narrativës dorëzimit. Propaganda më e rrezikshme është ajo që u mbush mendjen sot shqiptarëve se ky vend nuk ka për të bërë më, dhe se zgjidhja e vetme është largimi nga Shqipëria. Largimi masiv krijon saktësisht zbrastësinë që më pas plotësohet nga forca e huaj, krahu i huaj i punës dhe nga kapitali i huaj. Qëndresa ekonomike dhe politike në Shqipëri, ky është akti më i lartë dhe më i madh i patriotizmit në këtë vend. Detyra e dytë është presioni i bashkuar për kushtin e strehimit. Çështja e çmimeve të pronave duhet të kthehet në kauzën kryesore politike të shoqërisë tonë, jo me debate për emra politikanësh, por për presion të vazhdueshëm përmes protestave, debateve dhe peticioneve për një ligj që mbron interesin e vendasve për pronat. Detyra e tretë është krijimi i sindikatave dhe i mbrojtjes së krahut vendas të punës. Shqiptarët duhet kërkojnë rritje pagash dhe dinjitet në punë, duke refuzuar skllavrimin ekonomik që i shtyn ata drejt emigrimit. Nëse bizneset e lidhura me pushtetin duan zëvendësojnë krahun e punës sot, me punëtorë që paguhen keq nga vende të treta të botës, shoqëria jonë duhet të reagojë fort, duke penalizuar dhe duke bojkotuar gjitha ato struktura, duke ushtruar presion të vërtet dhe shtetit shqiptar. Detyrë tjetër është mbrojtja e pronës private dhe refuzimi i shitjes me çdo çmim. Në nivel individual ekziston një tundim i madh për të shitur tokat e të parëve ose pronat në Bregdet,
tek investitorët e huaj për përfitim të shpejt, që të blejnë benz të bukur. Dërgjësimi se toka është burim afat shkurtër i parave, por humbja afat gjatë e sovranitetit familjar dhe kombëtar duhet jetë pjesë e një mentaliteti të ri, mbar kombëtar, që t'i jap frena kësaj situate. Kufiri mes qenit një kombë sovran dhe një toke për kapitalin global përcaktohet nga aftësia e shoqërisë për të thënë mjaft. Nëse shqiptarët pranojnë rolin e spektatorit dhe largohen nga Shqipëria, tregu thjesht do të mbush zbrastësi. Detyra kryesore sot është kthimi i ekonomisë në shërbim të qytetarit, duke detyruar politikën përmes votës, protestës dhe presionit popullor që të vendos interesin e vendit përpara interesit të investitorëve anonim. Kjo bëhet me hapa konkret dhe jo duke ngritur vetëm tymnaja nëpër internet se do vi Izraeli këtu dhe do krijojë një shtet të ri dhe do na i marrë shqiptarët, do i paketojnë, do t'i hedhin det. Banalizimi i çdo situate kritike ka vetëm një qëllim, vazhdimin e asaj situate dhe që mos ketë mundësi të bllokohet. Nuk duhet ta banalizojmë situatën. Izraelitët janë atje në Palestinë, në lindjen e mes, sepse sipas tyre është një burim fetar. Këtu nuk vinë për fe, vinë për të kontrolluar asete, vendi mirë me prona, kontrollojnë portet, aeroportet, politikën, bizneset, tokat e mira, pronat e mira, rezortet e mira. Dhe i shndërrojmë këto vende, Kipro, Greqi, Shqipëri, Ballkan, në satelit të Izraelit për plane A, B, C, D, që lidhen me kontrollin dhe shtrimin dhe zgjerimin e influencës. Nuk ka për të ardhur kërkush t'ju marr, t'ju heq, t'ju zhduk dhe t'ju zëvendësoj. Ndodh gradualisht, ndodh me kujdes. Dhe banalizimi dhe hiperbolizimi nëpërmjet teorive të cilat mund të targetohen lehtësisht si idiote, i shërben shpopullimit Shqipërisë dhe vazhdimit të planit për ta dorëzuar atë tek palët e treta, sepse çdo gjë jo serioze nuk e nxit popullin që të reagojë. Vetëm gjërat serioze e nxisin popullin që të reagojë. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar, jeni të lutur t'i bëni subscribe kanalit, të gjithë ju që nuk i keni bërë, çojani këto njoftime pjesës tjetër shqiptarëve dhe do të rishihemi shpejt për zhvillimet e radhës. Mirë dëgjofshi.